Tenderi për telefoninë e dytë mobile që udhëhequr nga Autoriteti Rregullativ I Telekomunikacionit. Ky tender në vitin 2004 u anulua nga shefi I UNMIK-ut Soren Jessen Petersen për shkak të dyshimeve për korrupsion. Në këtë tender fituesi I licencës është shpallur konsorciumi I formuar nga kompania Dugagjini, por kishte ngelur jashtë një konsorcium pjesa e të cilit ishte Mobiteli Sloven dhe Allbright Group, gjithsesi kompania IPCO. 3 vite më vonë, në verën e vitit 2007, ky tender u rishpall pak a shumë nga e njëjta udhëheqje e ART-s dhe sërish fitues u shpall kompania Dugagjini. Siç shihet, më 2007 kanë ndodhur të gjitha shkeljet që kanë ndodhur më 2004 plus edhe 4, 5 apo 6 shkelje tjera. Pse atëherë më 2004 për më pak shkelje u anulua tenderi, kurse më 2007 jo? A thua thjesht përfshirja e Allbright Group, e cila njihej se kishte lobues të rëndësishëm në media dhe shoqëri civile, bëri që tenderi përfundimisht të fitohej nga IPCO. ART-ja ka konfirmuar se konsorciumi I Kosmocell, që fillimisht ishte shpallur fitues, nuk e ka kryer pagesën që ishte paraparë të bëhet deri në orën 17. Njoftimi për media, siç thuhet, lëshohet pas takimit të mbajtur sot në mes kryetarit të bordit të ART-s dhe ministrit të ekonomisë dhe financave Haki Shatri. Mirëpo, këshilltari I lartë politik I ministrit të ekonomisë dhe financave Dardan Stublla ka bërë të ditur se nuk janë të informuar për një vendim të këtillë. Nuk ju ka mjaftu koha, nuk kanë mujt me përfundu anën administrative të bartjes në sume të tillë të holla, I cili nuk është shpjegim I mjaftueshëm për neve se qysh më parë është ditë afati për dishtil. Përfundimisht, disa javë më vonë, konsorciumi I themeluar nga Dugagjini e Kremllukës, Kosmocell, tërhiqet për t'ia lënë licencën konsorciumit të dytë të përbërë nga Mobiteli Sloven, Allbright Group dhe Faktor Banka Slovene. Por shkak të tërheqjes, Kosmocell duhej paguar 20% të ofertës, do të thotë 16.200.000 euro për buxhetin e Kosovës. Për mospagesë të shumës së premtuar, sipas rregullave të pakos tenderuese, Kosmocell do ta humbë garancinë bankare në vlerë prej 16.2 milion eurosh. ART dhe tërë zinxhiri institucional I involvuar në këtë rast kanë dështuar të inkasojnë 16.200.000 euro për buxhetin e Kosovës. Garancioni bankar nuk u pagua as në kohën e qeverisjes LDK-AK, as në kohën e qeverisjes PDK-LDK, e as sot kur në pushtet është koalicioni PDK-AKR. Këtu u pa se harmonizimi I interesave ekonomike tashmë ishte arritur. Garancioni bankar hap kutinë e Pandorës aty. Sepse nëse dokumentacioni nuk ka qenë në rregull, atëherë nëse për çfarëdo arsye konkurruesit nuk I kanë plotësuar kriteret, atëherë është dashur të anulohet ai tender, dhe sepse kemi të bëjmë me një tender madhor. Domethënë, këtu është esenca.